Gjesi ka triumfuar në edicionin e 4 të Big Brother VIP Albania duke u shpallur fituesi i këtij sezoni dhe rrëmbyer zemrat e publikut me rrugtimin e tij emocional. Në momentin që u lexua emri i tij si fitues, ai nuk i përmbajti emocionet, u ul në gjunjë i pushtuar nga ndjenja e fortë e mirënjohjes dhe gëzimit. Pak çaste përpara se të ngjitej në studio për të falendëruar publikun për përkrahjen, opinionistët ndanë komentet e tyre për provojën e Gjestit brenda shtëpisë. Arbri, një nga opinionistët e emisionit, i dha fitores së tij një domethënie të veçantë duke lidhur me përfaqësimin e Kosovës dhe mesazhin që ai përcolli gjatë qëndrimit në shtëpi. Gjysma jon më e mirë, Kosova, mori atë që e meritonte. Gjesti për mendimin tim dha një mesazh shumë të madh, i cili mund të përshkruhet me një fjali. Edhe atëherë kur jeta të vendos në vështirësi shumë të mëdha, ulesh në gjunjë, por nuk dorëzohesh, çohesh, vjen në Shqipëri dhe del fitues, u shpreh Arbri.